Veç kuptimi i dytë, i devijuar të cilat e komentuan dhe thanë, fjala la ilaha illallah do të thotë, s'ka të adhuruar pos Allah. Dhe ki gabim. Për çka këse ne ndim hindusët, e a i adhurojnë loj insekt. Hindusët janë ata që adhurojnë lopën dhe e konsiderojnë Zot. Hindusët, derisa kam lexuar se më shumë se 2000 besim, derisa më e çuditshme kishte prej atinve që po ja adhurojshin bubrecat. Tha për ata hecin lakuriç që mos të ngjitët bubrecin në petkët e tyre e pastaj e nënçmon Zotin e vet. E nëse ndodh që e shkel dikun pa dije, atëra agjerojnë për bubrecin. Agjerojnë për bubrecin. Në Indi nëse shkon do ta shifsh një pallat madh gjithashtu që në ta e adhurojnë dhe mit. E adhurojnë mit. Pi përullën miv. O ju që s'dashtën Allahut me jo përull, keni me jo përull gurit dhe murit. Keni me jo përull dhe insekteve që cilët, ndoshta nuk duken me cit e balit, duken vetëm me mikroskope, i nështrohen dhe atin, i nështrohen dhe i përullën atin. Pra s'ka të adhëruar nuk është e sakt. Ka të adhëruar, mirë po këta të adhëruar janë me pa hak. As kënë dëgju për satanistat, të cilat janë prezent me të madhe, pa ata në i tharasmi për shtetat. Ku janë ju ndaj satanistave? Jove që ju pengon bolesa, jove që ju pengon fjallë Allah, satanistat me të madhe, adhurim e shejtanit, flijim dhe mbyqe e rinis, për shejtan me të madhe, çfarë hapi marrin politikan të cilat, na i kërkojnë votat tona, e pastaj janë ndoshta pjesëmarrës në ato ceremoni, në emën të drejtë e të lira, të gjithi posedojnë vetëm musliman, janë të izoluar. Pra ka njerëz që adhurojnë shejtanin. Pra nuk është e vërtet se s'ka të adhuruar pas Allahut, po është e vërtet se ma shumë adhurohen të qertë se Allahu. Gjithashtu ne dim të gjithë se krishterët i lutën Isait. Gjithashtu e dim se shumë musliman shkojnë dhe bojnë dua dhe lutjet e varët. Shkojnë dhe të teqët, kërkojnë shërim, lutën dhe bojnë adhurim, a pejgamberi Allahut ka thonë lutja është adhurim. Lutja është adhurim. Teqët, çka lipa gjesit e teqët. Pra adhurim, ja kushton pas Allahut azza wa jall, dhe Allahu i ka përmend këto besime, gjithashtu për çka kohës do t'i kaloj.